Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re, që shpresoj do të jetë një video shumë e bukur. Dhe për mua, që të jetë një video shumë e bukur, duhet të nisi sigurisht me pako, me gjëra të reja, me rroba të reja. Dhe si që shikoni nga shiin, kështu që shpejt, se nuk kam shumë kohë, duhet të shkoj do marr çunin, por tash përpara se të marr loganin, do t'i tregoj këto gjërat që më kanë ardhur. Nuk janë shumë produkte, 5 ose 6. Vazhdojmë këtë të parën, të cilën sa e pash atje tek webi, fotoja që kishte bërë modelja i rrinte super yll, shumë i bukur. Është një set me 2 pjesë për mamin e Albanit. Ja zgjodha unë dhe me çfarë tregova në foto i pëlqeu, shpresoj shumë që do t'i pëlqej kur ta shikoj tamam, që ta ketë domethënë edhe ta provoj, edhe t'i rri mirë. Se ngjyra është shumë e bukur, mami e Albanit i ka syt blu, edhe do t'i shkoj shumë kjo ngjyra me syt. Fundi është pothuajse më rri mua deri në fund të këmbëve, kështu që mbase ajo do ketë nevojë ndoshta ta shkurtoj, nuk e di. Ka këtë prerjen që vjen pak si kovë, domethënë i drejtë dhe pastaj në fund krijon këtë palën shumë të lezetshme. Copa që ta shikoni nga afër është kështu. Bojqelli shumë e bukur, copë që hapet dhe goxha copë e plot, nuk është e të i dukshme fare. Dhe kjo edhe një herë xhaketa përsipër, që ka pak të belin, ngushtohet e beli dhe pastaj hapet edhe kjo nga poshtë. Ka këto sfungjerë këtu që gjithmonë ja harroj emrin edhe nuk e di, e çuditshme, sa herë xhiroj harroj emrin e këtyre sfungjerave ç'a quhen. Ka këto kopsat që më pëlqejnë jashtë së shumë të bukura. Disa të tilla. Edhe kështu, siç thash, asaj i pëlqeu kur e pa. Mua pëlqeu shumë gjithashtu kur e pashte modelja, thash, ky stil i shkon shumë mamit e Albanit, se ajo përgjithsisht vesh shtolle rrobash, edhe shpresoj t'i pëlqejë dhe me sorpres që t'ja shikoj veshur. A do t'i shkoj, si do t'i rri qysh tek. Tani vazhdojmë me disa gjëra të tjera. Po shikoj një të verdh. E kujtova. Soj, do thoshte loga në këto momente. E kujtova tani që e pashtë të verdhën çfarë është, se ka kohë që më kanë ardhur këto të shkretët edhe s'kam pas mundësi t'i xhiroj, sepse kohët e fundit e keni vënë re që nuk po xhiroj shumë. Anyway, kjo bluza deve shumë e thjesht. Pas ka një lesh. E verdh si e verdh limoni, që ka e verdh e bukur si qyri im, kështu diçka e tillë. Dhe nga pas ka këtë fjongon shumë të bukur, që ka në kurriz, domethënë. Të shpatullat. E thjesht fare, sepse ka ndonjë gjë të veçantë, por unë preferoj të vesh bluza të tilla për të arsye, marr bluza të tilla, edhe është shumë material i butë në dorë, por nuk është një material i trash, domethënë është fiks për këtë periudhën tani që po ngrohet koha dhe vesh këtë gjë, edhe po desh e hedh diçka sipër, po desh e rri me këtë, varet se sa ngrohtë do të jetë, ose sa fryn erë, se po fryu erë nuk e duroj dot, vesh diçka sipër. Ose ndonjëherë kur është era e ngrohtë të kënaq, si këto ditët që po bën tani. Kjo, një për mua. Këtu kam marr, çfarë kam marr? Më duket se vetëm ajo e mamit e Albanit ishte nga një dyqan tjetër, do t'i keni të shkruara nëpër ekran emrat e dyqaneve, dhe të gjithë të tjerat ishin nga ai Emily Rose, më duket quhet ai dyqani. Po që të mos gaboj, do t'ua lë të shkruara të gjitha dhe sigurisht te përshkrimi keni gjithmonë kodet, nëse doni eksaktësisht ndonjë produkt. Një këmishë shumë e thjesht, duket se ato këmishat që është e bërë me grep, kur isha e vogël më ka mësuar gjyshja ime, Lulja, kur isha në kërcyr, gjatë pushimeve të verës që rrinim atje, më ka mësuar të bëj të tillë, tash nuk më kujtohet a ishte ky model apo jo, por me këtë perin e holl fare që me zor duket në sy që del përfundimi kështu. Tani këtë nuk e besoj që e kanë bërë me dorë, mbase e kanë bërë me ato makineritë e tyre, po që më kujtoi direkt ato punimet që më mësonte me grep Lulja, gjyshja nga mami, se gjyshja nga babi më mësonte me shtiza. Dhe unë di tash dhe me grep dhe me shtiza të bëj. Nëse shikojeni nga afër këtë modelin. Ose ngjan si ato çentrot që vendosnim dikur tek televizori. E bukur e thjesht, thash mund ta kem për ndonjë kombinim, gja pak si e gomuar, jo shumë, po shumë e butë në dorë, edhe siç thash mund ta kem për ndonjë kombinim, për diçka sigurisht që kjo besoj të ta vesh me një kanatiere të bardhë nga poshtë, ose me ndonjë palë sutiena që nuk do duken keq, dhe do më shikoni të veshur në vazhdim. Vazhdojmë me një produkt tjetër, i cili është
Ky është një jelek, motra ime preferon shumë jelekët, i vesh shumë me këmisha zakonisht për në shkollë, dhe i mora këtë jelekun, mu duke i lezetshëm atje në foto, ngjan sikur është jeans, por nuk është jeans, është një material tjetër, është pak kështu i ngrirë si jeansi, por jo tamam jeans, nëse nuk ka problem. Siç thash, meqense ajo i vesh, ta veshi edhe këtë, dhe meqense asaj i pëlqen ngjyra blu, ja mora, ja ka marrë medium, shpresoj shumë që do t'i bëj. Edhe shpresoj shumë që do t'i pëlqej. Ta shikoni edhe nga afër. Ka këto kopsat siç duket këtu. Edhe ja materiali. Diçka e thjesht, po që ndonjëherë për kombinime duket bukur. Është edhe produktin tjetër që është një gjë e kuqe. Pas ka marrë rozën të ky bashkëpunim, të paktën deri tani. Një gjë e kuqe e cila është një këmish. Këtë këmishën e mora për ta veshur, e mora për vete, për ta veshur me ato pantallonat serioze në ngjyrë gri. Më pëlqen shumë kombinimi të kuqes me gri dhe e mora saktësisht për ato pantallona. Jo se nuk do ta vesh me gjë tjetër, po që kur pash këtë, më erdhi një flash i atij kombinimit dhe thash ok, e dua. Materialin e ka shumë të mirë, është nga ato që vinë si të derdhura, të lirshme fare, edhe siç e shikoni ka këtë frudën përpara, gjë që më pëlqeu shumë. Shikojeni nga afër copën, materialin. Mbase në video, duke qenë se kam ndezur ring lightin edhe bën shumë dritë, mund të ndryshohen pak ngjyra, domethënë duket ndryshe në video, po që është shumë e bukur, e kuqe gjaku është kjo. E kuqe dhe e thjesht fare. Prerje të thjesht, nuk është se ka asgjë të veçantë, por mendoj që edhe kjo më duhej. Me qafi, kisha këmish të kuqun, s'kisha të kuqe. Që që marrë tani kam. Dhe, gjëja e fundit për këtë bashkëpunim jam, më duket se ishin nga ky dyqani të gjithë. Nuk e di pse ato i kishin futur në qese shi, nuk e di. Por si që thash këtë gjë, do t'i keni saktësisht në për ekran. Mora këtë fustanin, më pëlqeu shumë atje kur e pash te webi, ato fotot ata i bëjnë yll i qajnë, do me thënë kuptoni, dhe e mora, nuk jam e sigur në qoftë se do ta mbaj për vete, apo do t'ja jap mamit, do ta provoj një herë. Tash një gjë që nuk më pëlqen është që është pak i dukshëm, dhe ky do patjetër diçka ose astar ose ato boxerat që them unë për t'i veshur në poshtë. Kështu është copë siç duket nga këto të derdhura, të lirshme, sikur nuk e veshur asnjë gjë. Dhe me më këtë gjata, më pëlqen shumë kjo pjesa e grykës që ka këtu si një gjys golfi shumë i lezetshëm, më pëlqen shumë kjo jaka përgjithsisht në për rroba të ndryshme, edhe pastaj thjesht ka këtë qepjen këtu në mes, edhe vjen komplet i derdhur nga poshtë, edhe njëjta gjë edhe nga pas, ka edhe këtë frudën tek duart, edhe kjo i jep një lezet. Si print më pëlqeu shumë. Ngjyrat shumë të bukura, vjen së bashku i shoqëruar edhe me këtë rripin. Do ta provoj, mbase do t'i provoj pastaj kur të vete të marr çunin, se nuk dua të vonohem tani, edhe nuk e di, do ta shikoj, do ta mbaj vetë o do t'i jap mamit, nëse i pëlqen asaj domethënë, po më pëlqeu shumë copa. Printi me këto ngjyrat kaq të lehta, kjo e verdha e limonit, kjo lejlaja kaq e ëmbël, shumë i bukur. Vetëm se si cop, materiali nuk më pëlqen shumë, siç thash, është i tejdukshëm. Po të mos ishte i tejdukshëm, do ishte perl. Sepse copën në vetvete e ka të mirë, shumë të freskët dhe shumë të lirshme, por ka këtë të keqe që është e tejdukshme. Këto ishin gjërat që kisha marrë për këtë bashkëpunim. Siç thash, po do mundem, mbase do t'i xheroj, do ta vendos klipin këtu që t'i shikoni edhe veshur se si më rrin. Kodet dhe çdo gjë që shihin më jep dhe për çdo bashkëpunim që bëj, sigurisht futuni shikojeni te kutia për shkrimit të gjitha, por mund të më shkruani nëse doni specifikisht në një produkt këtë apo tjetër. Tani, unë duhet të shkoj të marr nonën edhe do flasim më vonë. Kush erdhi mamës në shtëpi? I veshur me të kuqe? Dale se shkite. U çuça. Dale se shkite. Wow, sa po si turbuar. Sa po erdhëm në shtëpi, për jashtë është ditë super e bukur. Them të dalë, po pasaj them mos të dalë, pasaj them prap të dalë, nuk e di se që do bëj. Sot do gatuaj peshk, ta ish mami, e shikon që nuk deshe ndim, tani s'po e ish dot. Më ka ardhur një post, prisni. Çunit sot I kisha veshur këto palicetat kaq të bukura, që janë në ngjyrë blu të errët dhe ja kisha kombinuar me këtë. Ua si kthehet ky? O Logan!
Ua! Këtë po se mbajte me të dyja duart, këtë hidhet në tokë. Është i të mërshëm. Nëse, merrni një pako tjetër, të cilën është bashkëpunim dhe për shumë që do ta shohim te vlogu i radhës, thjesht unë duhet ta hap dhe ta shikoj nëse janë të gjitha produktet apo mungon ndonjë. Dhe kështu, po thoja që për sot do gatuaj peshk, dhe e bëj në moment kur vjen Albani, se me perime, me brokoli, me misra, karrota, nuk e di se çfarë perime është do zgjej, po janë perime që duan shumë pak minuta dhe peshku gjithashtu do shumë pak minuta. Ule pak lutem se po flas çupave. Të lutem. Urdhëroni ku e keni. Si një miu si vackel. Dhe po thaj që kisha vesh këto palicita shumë të bukura. Më duket se ja vesha sot për herë të parë, nuk e mbaj bën. Jam bluterat, ja kombinova me atë bluzën e kuq dhe xhupin e kuq sipër dhe atletet të bardha. Kishte veshur edhe syzet dhe vajti si bos në çerdhe. No, where are you? Çfarë do kam që pashun? Pash dy kam. Flokët kështu si e çmendur, sepse kam xhiruar ca bashkëpunime hiq vish rroba, po thash me qenë se janë gjëra nga Shein, e nisa vitoj me gjëra Sheini, po e xhiroj edhe këtu, domethënë po a tregoj pak shpejt e shpejt, pavarësisht se e kisha bashkëpunim për një video shorts që e kam postuar në YouTube, po nuk e di nëse e keni para apo jo. Kisha marrë këtë fustanin, kam marrë këtë fustanin, shumë i bukur. Nuk jam fort e sigurt nëse më shkonte apo jo në trup, mbase do t'ua lë diku këtu që të shikoni edhe juve se si dukej. Sa e pash te webi më pëlqeu shumë, ka këtë ngjyrën e lehtë baby blue edhe këto të qëndisura, lulet të kuqe, të verdha edhe gjethet jeshile. Shumë i bukur është, por duke qenë se është copa e holl edhe vjen i ngushtë për trupi, do një palë mbathje që do mos duken vijat fare se ngjan keq nëse duken. Prerën nga poshtë ka kështu të gjerë. I bukur, po u mërzita një çik se nuk jam fort e sigurt nëse më shkonte apo jo. Po siç thash, do ta vendos këtu që ta shikoni edhe më jepni mendimin tuaj. Ose mbase e keni parë tek ato shorcat, ma jepni mendimin atje. Një palë pantallona, këto më pëlqen shumë, ishin shumë të bukura, më rrinin mirë në trup. Në këtë ngjyrën shumë të lezetshme si patlıcan, si vishnje, diçka e tillë, të gjera nga fundi. Është materiali si lëkurë, kuptoni? Po jo lëkurë e vërtet. Po nuk e di se çfarë quhet saktësisht, pavarësisht se unë i them lëkurë. Këto më rrinin shumë mirë në trup dhe janë shumë të bukura. I kam të bardhë, i kam të zezë dhe i mora edhe në këtë ngjyrë. Se më pëlqejnë. Mora një par xhinse të tjera të zeza, këto që kam veshur i kam marrë nga Shein, si shikoni juve tani. Kam ato xhinse të zeza të gjera, po në fakt nuk janë të zeza tamam, janë gri errët, ndërsa këto që kam marrë tani janë të zeza, edhe këto të gjera nga fundi dhe një detaj që kanë është kjo qëndisma këtu, këto lulet e qëndisura shumë të bukura. Po kështu pastaj të thjeshta fare për përditshmëri, kur çoj çunin, kur vetë bëj pazarin, kur vesh shumë shpesh xhinse. Kam marrë një fund që ky më rrinte shumë bukur në trup, më pëlqeu jashtëmase shumë. E kam edhe në ngjyrë të zi, në të njëjtë material, prerje cop komplet, thjesht ndryshon printi, ai që kam është i zi dhe ky është me këto lulet e kuqe shumë të bukura. Vjen kështu i gjerë nga fundi. Ka këtë pjesën e rrudhur që rri në anësore, i rrudhur shumë i bukur. Edhe sa herë që e vesh atë të ziun që kam, domethënë 3-4 herë sa mund ta kem veshur, më keni pyetur ku e kam bler, edhe ja, mund ta gjeni në Shein. Mora këtë bluzën, që është shumë e bukur, kisha shumë kohë që e shikoja aty te webi dhe nuk e di pse se kisha parasysh më herët. Me këtë trandafilin kaq të bukur në ngjyrë bezh, edhe ka këtë detajin këtu, këto dy rripat që rrinin lezetshëm në trup, nga pas në kurrizish i thjesht deri tek si bie te kërthiza, po që ka prerjen nga pas, ndërsa këto dy përpara rrin një çikës më të gjata të varura, ishte shumë e bukur, më pëlqeu si më rrinte në trup. Edhe më duket se kjo vjen edhe në ngjyra të tjera, kështu që do marr edhe ja dy ndoshta. Këtu kam një këmish
që kur e pash te webi edhe këtë këmishën më pëlqeu shumë, edhe unë I kam qef to me ngjyra, me printe, me gjëra, më pëlqeu shumë pjesa e gufimit të mëngës, është shumë e bukur. Copa është e holl edhe shumë e butë, duket shumë e lirshme në dorë, edhe kështu ishte edhe në trup kur e provova. Ka këtë printin si me qyteza, me rrugë, me pemë, me gjelbërim, me drita, me ku di unë. Për shembull këtu na mbrapa më jep idenë që kjo në mes është rrugë dhe në anësore janë disa ndërtesa. E bukur. Unë I kam qef të gjërat me shumë ngjyra, me shumë lara, me shumë. Që unë e quaj të thjeshta. Kjo bluza ishte një dashuri, shumë e bukur. Ka të njëjtën lule më duket si fundi I kuq që ju tregova, por ka këtë rozën e ëmbël kjo. Super yll, nuk e di, zambak është ky, nuk e di se çfarë lule është, po është e bukur, dhe kjo vjen me një anësore, me një supë për jashta, dhe sapo e pash, sapo e provova, përveç se ishte shumë e lirshme, shumë e bukur, më pëlqeu në trup, më dha një ndjesi për ta veshur me disa streçe të shkurtra, edhe ndoshta me një palë atlete, do duket shumë bukur besoj, se si sportive më ngjan shumë, pavarësisht se ka këtë supin për jashtë. Mora një palë atlete, shumë të lehta në dorë, në këtë ngjyrën e kuqe me qenë se s'kisha të kuqe. Shumë të bukura, të thjeshta fare, edhe nuk e mbaj mend nëse kam marrë më përpara atlete nga Shein apo jo. Po mora këto. 2 kollare, një për mua, një për motrën. Motra ime I ka shumë qef edhe unë I pash aty te webi thash të marr edhe një për vete se që nga shumë e bukur për ta kombinuar. Duket, nuk e di, është super yll. Shikoni pak sa të bukura I ka këto. Perlat edhe këto guret që I kam vendosur, ta lë kështu ta shikoni tamam. Mëra. Është shumë e bukur. Ta kombinosh sigurisht me këmish, edhe poshtë me pantallona serioze, me fund të shkurtër, me taka, me një xhaketë, do duket shumë bukur. Nuk e di se ku do ta bëj unë këtë kombinim, po e mora që ta kem. Diçka tjetër që kam zgjedhur është ky zinxhiri, I cili vendoset te beli, kur vesh për shembull ndonjë fustan të zi, të thjesht fare, dhe do të vendosësh diçka, ta stilosh pak bukur, si bie tash më duket se është në ana këtej ky. Nuk jam fort të është kështu. Kjo pjesa para, domethënë që ka 3 copë, kjo që varet. Që s'po varet, kështu. E keni parasysh, më e vendos në bel, meqense unë s'kisha kështu, thash ta marr një herë se edhe kjo nuk e diet, nuk e dia do nxjehet apo jo, po këtu do jemi, do ta shohim së bashku. Dhe gjë e fundit që kam marrë është kjo shamia që asaj gocës të webit që e kishte vendosur në kokë, I shkonte shumë, mua nuk më shkon, sidomos me këto flokët tani dhe me këto bluzat që kam veshur nuk duket gjë. Po mbase po të stiloj flokët, ndoshta do më shkoj edhe mua, mund ta hedh kështu, mund ta vendos tek çanta, nuk e di, më pëlqeu shumë edhe e mora. Ka edhe këtë printin e leopardit, ka edhe këtë ngjyrën vishnje, që janë të dyja super yll. Çunat që kishin vajtur në dyqan sapo erdhën, unë kam një mal me gjëra për të futur në lavatriçe. Por po dëgjoj zërin e Loganit, kështu që bëj mirë të filloj të mbledh. Hajde ma tregoj një çik këtu, çka ke bler? Ha? Çfarë është kjo? Ha? Ta shikoj pak. Hej, si do t'ja di ky, ka mama apo s'ka ky fëmijë, o çun? Iku andej më lë çik rat, tha. Va. Çfarë është kjo? Buza. Si? Ta shikoj mami? Bluza. Jo buza, bluza. Abi. Ja, vishe. Abi. Jo api, vishe. Vishe. Qa kjo birt? Qa kjo shpirt? Qa kjo zemra ime? Qa kjo? Wow. Qa është kjo zemër? Faku. Haj, baj. Fakun ta kap mami. Prit. Ja, ta kap mami, mos u çara. Prit. Po I kesëm të bukura flokët kështu. U kënaqe? Dan, mama. Ha? Dal shikoj që kësaj bukurje? Let me see. Bluza? A shumë vishën ajo?
Hajt. Peekaboo! Ta! Yeah! Po tani ti je djali rritur. Oh no, po je djali rritur, do t'i veshësh vetë këto. Hajt, futu këtu poshtë. Yes! Dalë shikoj se i bukur je bërë. Ciao, opa. Ciao, opa. 2 1 2 Yes. Edhe gishtin tjetër si për këto? Yes. Hiqe dorën tjetër? Hiqe këtë dorën? Bravo. Hello. Hi, Nono. Prit, okay? Hi. Hi. Oh, hi. Ti ka bërë diplom. Ti ka bërë diplom. Apa itu minum Bibat now. Gjiro? No. Dyqan? No. No. Yeah. No. Prit. Qa ka mami? Really sweet. Qa ka mami aty? Dale? Ah. Wow! No. Wow, që të kam lëda. Ullu. Ullu të vëndit lutem. Red. Yes. Happy? Happy. Happy? Happy daddy? Yes. Thank you, Daddy. Happy. Wow, sa e bukur. Çfarë është të birë? Happy? Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Bravo që i the Daddy. Thank you. Wow! Qa është? Aty është. Hape? Qa ka? Wow, është ajo Wow, atje! të televizori e ke njësoj me televizorin? Wow! Wow, bukur. Thoj Daddy, thank you, Daddy. Logan, të lutem, do t'i thosh Daddy, thank you? Shikoj se ajo atje! Wow. Është makina të televizorit! Ullu se Dallë kemi me se po e tregon atje. Më fal. Kush është? Kush është? Ajo është? Aja është ajo atje? Oh. Ata dy shokët aty? Qa ngjyrë është? Red? Red? Shpejtë ullu atje s'dapim tjetrën. Ullu? Kemi marrë. Ullu? No, ullu atje të e pama? Yeah. Ta pitati. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Oh, sa bukur. Të Është ajo atje të televizori? Ja shokët alo më. A është ajo atje? Let me see. Në ma ta shikoj mami? Ta shikoj pak mami? No? Number 2 ora, 2, se I bleva 2. Wow, sa të bukura. Do të shikojmë dale. No more. S'kam më, jo. Ikim bashkë më në shok.
Bele ti shikoj mami të lutem, do të tregosh pak çupave? Tregoj çupave. Shikoni si koleksionin e çunit. Edhe jo shtuan dhe këto të dyja tani. Wow, sa bukur. Pas ka dhe dhëmë bëtë kërë. Sa shpifur. Oh, wow, Logan. I the babit thank you të zemër? I the babit thank you? Bye. Bye tani, bol gjirot. Bye. Bye. Puthi qupat, puthi. Oh no. Tërgoj pak qupave makinën që ngjyreke? Which one is brown? Bow. Kush është brown? Kush është kafe? Brown, është ai i dhëmbaçi? Po red, po e kuqe kush është? Ike? Mirë.